Shpesh më vjen pyetje, ç'ne fishing center në Vlorë, Durrës, apo pse jo edhe në Tiranë apo nëpër qytete të tjera? Jo, duhet të kuptoni diçka. Synimi i fishing center nuk është shqetësi kallama dhe të rrisi kapacitetet e xhirove mujore apo vendore. Gjithmonë synimi jon ka qenë të jeni sa më afër klientit, duke i shërbyer për të shqip gjërat e tua. Mos bëni ato gabime që neve kemi bërë ndër vite duke bërë blerje të kota. Pra, sot në fishing center ti do vish dhe të gjesh shërbimin e dur për çfarë do lloj teknike që ty t'intereson. Në rast se të gjuar spinin, në marrësh dot një kallam me barka siç ka ndodhur rëndom nëpër dyqane të tjera, pa dash me përmend asnjë dyqan. Por pra më e rëndësishme është, nuk është synimi jon shitja e një kallami më shumë apo më pak, tregtia nuk mbaron kurrë, por synimi jon është profesionalizmi dhe shërbimi në këtë fushë. Kur ti do vish do blesh një kallam, ti do marrë gjithë specifikimet e tua përsa i takon këtij kallami në çfarë do lloj teknike. Ky është synimi jon, të rrim sa më afër klientit me punë të palodhur me orë të gjata. Ndoshta jemi duke qenë çik modest, pa dash me fluj shumë. Ndoshta jemi nga të vetmet dyqane në Shqipëri dhe rajon ku në 5 vitet e fundit kemi pasur 0 ditë pushimi. Puna jonë fillon çdo ditë në 5 të mëngjesit me Ilirin, që është kampion i zgjimit herët, dhe pastaj mbyllet rreth orës 10 apo edhe në 12 natës kur jemi në sezon me Sajmirin, që është orëve të vona. Pra, është një punë ngritur nga pasioni, vetëm për ta shtypur para, por gjithmonë nuk do ta rënë në shërbim të njerëzve, në shërbim të shkatarëve, të cilat vinë dhe na kërkojnë këshilla pafund për teknika ndryshme, kur nuk kemi lodh, duke thënë këshilla, gjithmonë disponibël, gjithmonë kemi qenë gatshëm për të ndihmu peshkatarët, edhe ata jo ekspertët që kanë nevojë për lidhje, për sistemime kallamare. Kjo është synimi jon. Është e qartë që në fund ditës të gjithë na duan të ardhurat monetare, por jo, është një moment ku neve të ardhurat i kemi thënë stop, është më e rëndësishme shërbimi sesa shitja banale e një kallami apo e një produkti tjetër.